ka të ndryshme. Gjithmonë e ka Jo, gjë lidhje me të lutem. Ka një përqindje vogël që e ka dëshirë që dikush ta mban, është rrit me çat frym, ka dëshirë që të ketë jetën lukse, nuk ka që mu lodh fort, si na vajzat që punojnë, si dy vajzat që janë ofermeje, gra, suksesshme që janë nana, që punojnë vazhdimisht, fshin, lajnë, ushqejnë fëmijën, rritin fëmijë, lindin fëmijë dhe punojnë dhe kanë bizneset veta. Pse na mja hup që s'pështi vetën hesh ndo. Se na mja u vlerën këtyve, kur 1% e vogël, që fletë zotëria, thot janë krejt kështu, se puna është një krejt thes. Nuk është e vërtet. Kosovë takoj, qindra mira gra do tëtë, që unë thojnë gjoll, unë e punoj këto, unë i punoj 2 punat, 3 punat dhe mu i shpinë. Dhe unë, që akum taku në Kosovë, se unë punoj me gra, ndryshe nga personi që po folë, unë takoj qindra mira gra, mos ti bojna krejt një thes që 1% e vogël është ajo që duket. O materialiste e mboqikat Kosovë. Nuk janë materialiste. Nuk po thonë që s'ekziston kjo. Nuk sa po e thash që ekziston një përqindje shumë e vogël. Materialiste e mboqikat Kosovë. Ma herët ka pas edhe meshkuj që kanë qenë tërhequr prej famave që i kanë pas ndoshta kushtet më të mira ekonomike. Që janë dorë përmen. E tek meshkujt çka është standard, çka sheh? Kur e teprojnë meshkujt? Unë thashë se çka ka ndryshu. Po, thashë në fillim që tash ka ndryshu meshkujt për të mirë, sepse po i kushton shumë rëndësi vetës. Ty të pëlqen kjo që djemtë... Po nuk më pëlqen, po ashtu edhe tek meshkujt mu exageru, qka nuk më pëlqen pe konkretizoj. Disa meshkuj me bluza firma që veshin me ato të ngjyrat që theksot firma shumë e madhe. Së më pëlqen do shtas të femrat, po të meshkujt edhe ma pak, që ose flasim për bukurinë edhe pamjen e jashtme, nuk më pëlqen këto si ngjyrat trash që i vënojnë. Më pëlqen pak ma shumë thjeshtësia, si të femrat ashtu edhe tek meshkujt. Më pëlqen naturaliteti se sot fola te për pak, e po mundona me përgjithsu komplet mendimin. Më pëlqen, sparje më pëlqen një femër që duket pastërt edhe duket bukur. Duket naturale, jo exagerume. Nuk jam kundër çdo gjë që e bën mundi mirë, qofshin intervenimet apo jo, po jo të exagerume. Në ne të ndihet mirë me veten e saj, ta ketë vetë besimin edhe të vazhdoj tutje. Po ashtu edhe tek meshkujt, më pëlqen e njëjta, të duket bukur, ta mirëmbaj veten pa u tepru në asnjë formë. E sa i përket temës që u zhvillu këto, unë e pajtona pak me shpatin, ku ka një pjesë të femrave që ke pyetja pak marrë çka po i komplekson për mua exageru, ka një pjesë që po exagerohet, del jashtë standardeve që i ka që ne i njohëm, edhe besoj që jo veç unë, po secili nga ne kemi në rreth, qof femër, qof mashkull që duket ndryshe me krahasu me standardet që i ka, duket shumë ma shtrejt me krahasu me standardet që i ka. Unë thamë, për gjitha vajzat, sidomos ato që janë treja, që t'i rinë vetës me atë sa kanë mundësi. Mandej, tu punu tjera të fitohen vetë me kohën, mos të kompleksohen për më kanë e pranushme në një rreth shoqëror, pse do të me pas një veshjet shtrejt, ose pse do të mi fly buzë, sepse gjitha shoqët e vete e kanë fly. Kjo është diçka tjetër shumë shqetësuese. Po, e që kjo është, që ta deshta me thonë prej fillimit, qofse, ajo ndjehet mirë me qata që është, edhe qata që e posedon, varësisht kushteve që i ka, le të vazhdon tutje. Gjanat e tjera arrihen me kohën. Bonë në një real, do më thonë, a këshimoni një partner që punën ba ushtil, veç bonë në një real? Veç pak, po bona realiste. One me burin tem që 10 vite një, jam kanë shumë e re kur e kom njoftu, e ka pas një gall 4 kur e kom marrë. A një mirë pas ka pas? Qatë gall e ka pas, tash e ka një kërë këtë tjetër. Po one jam kanë shumë e knashtë edhe e ka pas një shtëpi shumë të vogël, tash të egzojmë një banes. Që jam shumë realiste, a je e knaqën tash? Ti e gjenerot ma adjetë, Pëti gjenerota të reja. Ja, pëti gjenerota 2000 tutje. Pëti gjenerota 2000 tutje. Mu personalisht, nuk më pëlqenj as mu pamja me firma me këto jo. Mirë po më pëlqenj një kërri mirë, shpija këto, standard, mi pas kur i vitan. Bonë realiste si kur zonjusha. Shumë realiste jam. Po ti se ke kuptu, se ki me shumë realiste. Edhe për atë arsye, kom mësu edhe kom punu shumë për me arrit qëllimet e mija edhe dëshirat me realizu dëshirat e mija. Për këtë nga parona për një shtep në dikon tjetër. E djetë kur vinë jeta, qka kërkojnë? A vinë të këtë? Me ndryshu... Po, jo, këtu, me ndryshu, po, ne boost vetë... Nëse bujmë krahasim, sinqerisht është proporcioni shumë i madh. Shumë i madh. Po. E qa me ndonë për mashkuj që bojnë make-up? Po du opinionin për juve dy edhe se jam opinioniste. Në një studio televizive është edhe çështja e respektit që ti duhesh me u kujdesa,
Për këtë pjesë gjëllë për grimin. Në fakt me njetër Nuk kisha pas dëshirë dhe naj pyetje me bo. Meshkuj që bojnë make-up, sepse unë e kam shumë shok që punojnë televizion dhe bëjnë make-up. Grimera, që grimojnë vajza. Që janë fashion style. Që kam profesion të po Jo që bojnë make-up, po që lyhen për vete, që nuk janë hiç lidhje me fashion, po që kanë që mu ly. Qa me ndonjë? Një të përdishme nuk më pëlqenë, do më do këtë normale, po nëse televizioni e kërkon për që nuk vrehet, se e di që e kërkon me dije kamera, atër është e lejuar. E ti Zhul çka mendon se derisa po bën këtë pyetje? Po, unë e kam një arsye pse e bëna këtë pyetje, do thotë për mua është shumë e rëndësishme që edhe një person i mashkull, se është e lejuar tek femrat make-upi, po ju të mashkujt. Sepse nëse na mendojnë akon e faras, mashkujt janë lyer më shumë se sa gratë. Po mendoj para 2000 vite. E pse na me bo negative këtë temë që mashkujt me përdor, se tash këtë pi nuk i vetlat mashkujt. Po që ti një diçka në buzë që më bë pak më juicy. Po që i të në kremat e mëngjesit. Pse ju edhe një BB puder që e ka edhe, po me doj për djelin, mos me pot afekt negativ.